Adhurimet I takojnë vetëm Allahut, Zotit gjithësisë. Atë që Allahu e drejton, askush nuk mund ta çojë humje. Ndërsa atë që drejtësia e Zotit dhe veprat e tij janë humje, askush s'ndihmon përveç Allahut. Dëshmojmë se pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam është robi dhe I dërguar I Zotit. Dëshmojmë për pejgamberin e tij. Dëshmojmë që Allahu xhelel xhelalu I zbriti Kur'anin, dallues I të vërtetës nga shtrembra deri ditën e gjykimit. Mëshira e Allahut qoftë për mbi të dashur besimtarë edhe ju besimtarë. Një jetë prej ajeteve të Kur'anit dhe zgjodhem edhe për xhuman e sotshme, I cili bën fjalë për njerëzit që janë bamirësi, që ju bëjnë mirë njerëzve të tjerë. Në fillim sollet fjalën e Allahut xhelel xhelaluhu, I cili na drejtohet dhe thotë: "O ju që keni besuar, jepni nga më e mira asaj që keni fituar." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam urdhën thotë: "Çdo ditë sa po kthehet një melek thret banorët e qiellit që ta marrin vesh. Edhe dijeni këto banorë tjetër se filoni është bamirës. Është në ata që ju ka bën mirë njerëzve të tjerë. Edhe lutën dhe thonë: O Zot, shtoja filoni. Shtoja filoni." Nëse vend tek fjala Allahu xhelle xhelaluhu, është shumë interesant se herën e parë na thret me: "O ju që keni besuar." Njeriu I cili ka besuar njeri me norma, njeh rregullat, njeh Allahun. Ai e di çka është halli, çka është vujtja, çka është e shumta e pasur edhe e pakta e papasur. E di çka është me qenë I pasur edhe çka është me qenë I pasur. To I di gjitha besimtarët. Edhe Allahu xhelel xhelaluhu I drejtohet besimtarët edhe I thotë: "Shiko, kujdes. Jep nga e më e mira e asaj që unë të kam furnizuar." Edhe vetë vërtet, furnizimi është për Allahu xhelel xhelaluhu. Thotë: "Jepni nga ajo të cilët me të cilët ju keni fituar dhe po të jetë e mira ajo." Sigurisht më e mira është pasuria halal. Leku që e ke fituar halal. Interesant, Allahu xhelel xhelaluhu edhe me lekët e tij I angazhon për njeriu bamirës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Në ditën e llogarisë njeriu do të rrijë në hijen e sadakas." Allah. Para gjithë njerëzit të bëhen llogari, e njëri për ju që ka bën mirë dikujt, ka dhënë diçka për hir Zotit. Edhe I do rrijë tjetër, ajo vapa e madhe ka pluse. Hallat e ditës gjykimit nuk do ta prekupojnë. Për shkakun se ky ka dhënë të ndonjë. Kur I është dhënë rast. Edhe rënë në hijen e sadakas. Sadakaja thotë e çdo varfëri. Interesant. Po të shohim në një ajet tjetër të Kuranit, Allahu xhelel xhelaluhu thotë: "Me të vërtetë shejtani do ju frikson me varfëri. Mos fike vetëm, do të rënohet pasuria jote." Po Allahu xhelel xhelaluhu në ajet tjetër thotë: "Allahu ju kompenson atë që ju jepni." Po sa shpejt akoma pa e dhënë. Allahu xhelel xhelaluhu e kompenson. Edhe I thotë robit: "O robi, ti nuk mundesh me qenë ma bamirë se sa unë." Thotë Allahu xhelel xhelaluhu: "Atëherë, që o robi, sa vojtë thotë për filonin, që edhe sa I bone mirë filonin, urdhro po t'ja punë. 2 fish, 3 fish, 10 fish, 100 fish, 1000 fish. Nuk paksohet. Jo. Vetëm se shtohet. Ajo paksohet me haram. Pasuri. E përzimi me haram.
me kaman, me biqës, me imoralitet, me rren, me mashtërime. Të gjitha këto e paksoj. Nërsa ajo që jebe për hir Zotit, vetëm se e shton atë. E shton në një mënyrë sa që Allahu Gjelle Gjelaluhu i njeriu e vëllezër ja ka saktuar që mos mi dhon pazurin. Dhe Musa a.s. e takon këtë njeri, edhe ai thot, të shkosh tek i madhi Zot Gjelle Gjelaluhu, të lutem, tregoj për mua. Allahu Gjelle Gjelaluhu masi i thot Musa a.s. ja keni parasysh, Allahu ditë gjendin ati, gjendin e Musaj, edhe të gjitha ishin ditura për Allahu Gjelle Gjelaluhu. Edhe i thot, filoni, më kalon amanet, me të kërku. Thot do t'i jap, sepse ata e ka mas saktu, mas me dhonë. Po do t'i jap vetëm për një vit. I jepi modhi Zot me caktim. Më i pasërit pasërve. Në themi, ente l'ganijun ve nahnu l'fukarani. Ti i pasër në i në të vakër. Në gjithë shka pre Allah të kemi. Do t'i jap vetëm për një vit. Ky sa po i dha Allahu Gjelle Gjelaluhu, e para mos nuk shpërdorove. Pra një nga rreziqet e bereqetit Zotit është shpërdorimi. Do hi. Kretë fushkëroj. Kretë botën me pas, vallahi ka vërtit. Edhe dyta që filloj t'ju jap njerëzve. U mosh viti, kishte prapë. Musa a.s. drejtohet tek Zoti, ja Allah, pa premtove për i vit. Ja Musa, ai po vazhdon, nuk i shkeli rregullat, nuk i shkeli kufit. Pra edhe premtimin e vetë Allahu Gjelle Gjelaluhu e anulloi. Domone, sadakaja është ajo që e shumë zemrimin e Zotit. A mundet të dalit diçka për para fuqisë dhe kuvetit Allahut? A mundet të dalit diçka para gazebit Zotit Gjelle Gjelaluhu? Kur jo? Del sadakaja. Njeriu do të gjendet me i problem të madh edhe në banesën e varet. Me halle dhe problemet më mëdha. Vallahi në banesën e varet, njeriu që ka dhënë nuk do të ketë siklet. Allahu Gjelle Gjelaluhu do të mëshirojë. Pse ajo e shuar, domethënë e fik